ka dhe nuk mund të ketë asnjë kundërshtim për vendosjen e kasave. Unë kam kënaqësi të informoj biznesin e vogël të mbar Shqipërisë se Ministria e Financave po përgatit ligjin në bazë të cilit biznesit të vogël do t'i zbritet në taksa kasa. Ajo kasë që vendoset për atë shumë që keni do t'u quhet taks e pagur. Qeveria do të dërgoj ligjin në parlament për bizneset ndën $50.000 apo 50 milion do t'u zbritet në taks. Të tjerave u zbritet në shpenzime. Pra shuma që ka paguar arkën do t'i zbritet në taksa me një vendim që do shkoj gjatë 2 javëve të ardhshme në parlament. Kasat janë një domosdoshmëri absolute për një vend që ecën drejt integrimit evropian. Qeveria ka përgatitur deklaratën e qytetarit të ardhurave në mënyrë që në fund të vitit atyre të cilët u takon të kthehet të vëshëja, t'ja u kthej. Dhe këta nuk janë pak, por qeveria për të bërë këtë veprim do në faturën në çdo mall që blen. Në rast se të ardhurat atil e qytetarit janë tulta, ai do rimbursohet në shkallën e plot, por pa kasat nuk mund të ndërmirret ky proces i domosdoshëm për çdo vend të zhvilluar.